Radio Vlera. Emisioni letrare Pesha Fjalës. Udhëheqës dhe redaktori i emisionit Agim Gashi. Emisioni realizohet në studion qendror e Radio Vlera në Saint-Louis të Francës. Mirë mbrëma të nderuar dëgjuese, mirë se erdhët në valët e radios suaj, mirë se erdhët në Radio Vlera në emisionin e në rregull të javor, në emisionin letrar Pesha e Fjalës. Ju përshëndes ngrohtësisht kudo që jeni, me shpresë se do kalojmë bukur edhe këto 2 orë sa do jem bashkërisht deri në orën 22. Një përshëndetje për gjitha rruesët e fjalës së bukur, fjalës së shkruar artistike. Gjithashtu përshëndes edhe krijues e poetë anëkëndë botës kudo që janë. Duke i mirëpritur, bën pjesë e emisionit me krijimet e tyre letrare dhe gjithë mund të kyçen kur ata që dëshirojnë për të na sjellur poezitë e tyre nëpërmes Viberit në +33 780 545 835. Emisioni pra është i drejtë për drejt. Edhe njëherë shpresoj të jeni mirë kudo që jeni, shpresoj të keni kaluar bukur edhe këtë ditë kohave sa ka filluar të rregullohet, shpresoj edhe tek ju janë ngritur paksa temperaturat. Dhe sonte në vërtet kisha pas dëshirë që të kënaqemi me poezitë tuaja të dashur miq, kudo që jeni, duke i sjellur emocionet tuaja edhe nëpërmes vargut, por edhe nëpërmes zërit tuaj, tek ne këtu në studio, por edhe tek të shumë dëgjues anëkëndë botës kudo që na ndjekin. Radio Vlera është vendi ku vlerat të promovohen dhe pa dallim territori, kudo që jetojnë shqiptarët, kjo është radio juaj. Andaj pres bashkëpunimin tuaj të nderuar dëgjues dhe uroj të kalojmë bukur këtë emision si zakonisht. Kështu që fillimisht do shkoj me një këngë, do t'ju përshëndes duke ju dëshiruar mirësardhje dhe rikthehemi për pak qaste për të sjellur emocionet nëpërmes valve dhe vargjeve të autorëve të ndryshëm që unë do i sjell, por vërtet do të ishte kënaqësi që ju vetë të jeni me ne, që jeni me ne, na sjellni vargjet tuaja dhe të njihen edhe dëgjuesit me krijimtarinë tuaj. Andaj mos hezitoni dhe bëhuni pjesë e Radio Vlerës. Shkojmë me një pikë muzikore për të rikthyer pas pak çastesh. Disponim të këndshëm vazhdim. Nuk dëgjohet, sido që të jetë.
Ne do ta shohim pse nuk dëgjohet. Nuk e di as vetë pse vërtet nuk ka zë kjo video. Do e gjem një këngë për juve në vazhdim, andaj mos u largoni nga kanali Radio Vlera. Të shkojmë me ndonjë këngë tjetër. Në vërtet asnjëra nuk dëgjohet, diçka nuk është në rregull këtu. Do ta kontrollojmë edhe një herë ku është defekti, ku është faji. Në vërtet po vjen shumë keq që nuk dëgjohet. Problemi s'pas ka qenë të kënga, s'ka qenë krejtësisht dikun tjetër. Jo. Të nderuar dëgjues, në vërtet më vjen keq që nuk po dëgjohet kënga në këtë formë. Do shkojmë në një formë, në një mënyrë krejtësisht tjetër dhe besoj që çdo gjë do të jetë në rregull. Vetëm pak qaste durim vetëm pak edhe çdo gjë do të jetë besoj në rregull. Përshëndes dëgjues të parë që janë me ne, Naim Osmanin, këngëtarin, mandej Naim Shahiqi është në shoqëri me ne. Përshëndes dëgjuesen Fatmira Aliu, gjithashtu një përshëndetje për poetin Kimet Krasniqi, përshëndesim edhe dëgjuesen e rregullt Neqa Berishën, Kimet ja shkruan përshëndetje edhe juve, Ardiana Deliu, gjithashtu e përshëndes, ju uroj qaste të bukura, një përshëndetje edhe për Hamide Osmanin poshtë.
Ndërruar me që jemi rikëtyërimi drejt për drejtë në Radio Vlera në emisionin e rregull letëror pesha fjales. Përshëndes edhe dëgjuesit që janë inkuadruar në ndërkohë dhe janë duke shoqëruar me Radio Vlera. Një përshëndetje shkon edhe për kushëririn Jakob Dobra në Gjermani, përkatësisht në München, po ashtu dhe Hamiden e përshëndesim me cila shkruan mirëmbrëma Arkim Goshit, përshëndes ty dhe gjithë stafin e dëgjuesit të tuaj, kaloni një mbrëmje të bukur, uroj të kaloni bukur edhe juve, Hamide, respekt. Nga Suedia na shkruan Ferhat Kabashi, përshëndetje Radio Vlera dhe ju uroj një vikend të mirë. Faleminderit dhe ne gjithashtu të urojmë një vikend të bukur. Shoqërimi ne është edhe poetja Menshaqe të Romani, cila thotë ju përshëndes, ju miq të radios, kudo jeni, ju përshëndes dhe ju zot reagim. Ju në vërtetë, po, së pari uroj edhe dua të jem mirë në gjitha imprimimet e juaja dhe me vjen mirë që jemi sërish këtu bashkë në ndërheqjen dhe moderimin e zot reagim Goshi çastet bukura. Faleminderit shumë, miqtë nderuar, përshëndes dhe është respekt e nderë edhe për ne që të kemi këtu. Po ashtu Vrana Kontin e përshëndesim mikun tim dhe uroj çaste të bukura në vazhdim. Me ne është edhe poetja Vera Gjunaj, që ne përshëndesim, përshëndetje edhe për Mal e Goshin e Heidelbergun e bukur në Gjermani dhe gjithë juve të nderuar miq që po shoqëroheni me Radio Vlera. Fillimisht do shkoj me disa poezi nga libri që kam dorë në Sirtarin e kujtimeve Erna nga poetja Remzia Raci Ergj Bogaj, cilën e përshëndes dhe falenderoj që librat e saj në vërtet kanë stolisur edhe bibliotekën e Radio Vlerës tu dhe s'kam si të mos i lexoj këto vargje të bukura, vargje dhëmbje dhe qëndrejset e një nëne me cila, pra se që dini ju, i ka shkruar dhe i shkruar vazhdimisht vajzës së saj, e cila nda nga jeta në moshën shumë të re, një angel për ata që ka njohur Ernën, por edhe ata që ka njohur në përmes vargjeve të poetës e ka njohur dhe njohin çdo ditë besoj. Të shohim a kemi ndonjë përshëndetje para se të fillojmë. Do e përshëndesim edhe dëgjuesen e rregull Naile Berisha që është në shoqëri me ne, Mal Gashi profesori nga Heidelbergu i bukur, thotë shëndetet mira për dëgjuesit e Radio Vlerës, gjithë mirat, faleminderit shumë. Shëndet gjithë mirat edhe juve. Ju që po na ndiqni në live stream, ju kisha lutur ta bëni shpërndarjen e emisionit. Përshëndes edhe dëgjues të shumë që i shoh, të cilët janë duke na ndjekur sonte nëpërmes Shkabaj dhe në faqen e radios Triher www.radiovlera.com. Remzia Raci Ergj Bogaj. Në vërtet poezia titullohet Ditët si mengjajnë. Sa shpejt ikin ditët, të rejten çdo ditë diku larg. Asnjëra ditë një tjetërën s'ngjan. Por kujtimet e bukura të dikurshme, memoria ime në thellësitë të kokës i mban. Javët ikin sa shpejt. Edhe këto të rritën, çdo javë diku larg, jo si dikur, kur ishim në lumturi dhe shpirti im i lodhur nga tërshtimi. Vetëm një çast kërkon të jemi bashkë. Muajt po ikun, po shpejt shkon çdo muaj, e malli zemrën po ma vret për ty, e një hyni. Me shikim nga qielli, i lutem Zotit të më mbaj Ernën të qetë në përjetësi. Vitet po ikin, sa shpejt shkojnë çdo vit. Edhe unë po shkrijem ngadalë si qeriu.
e lumtur të jem në ditën time të fundit, në botën e përjetshme, Erna, do të jemi bashkë me ty. Pejsazh në bardhësi. Nga thellësia e shpirtit, një fsham e nxorë. Mbi petpën e bardhë, emrin tënd Erna e shkrova. Kjo bardhësi bore, që ka mbuluar çdo anë, në shpirtin tënd sa shumë po më nxan. Çdo herë për ty, kur filloj të shënoj, dora me dridhej, me mbysin lot. Malli zemrën fuqishëm, godet, dhëmbja shpirtin se ti nëzisht, ma vret. Treshtimi tërsisht, mua kur me kaplon, vete si them, nuk është madhi të derdhësh lot. E kur në fytyrë, me shohin vëllezërit e tua, atëherë unë buzëqeshi për ty lumturua. Ftoftësi. Fishkëllimi e carit gjakun vena mafto. As akulli pullazeve, sa akulli pullazeve lotët që në qërpik të mi po m'ingejnë. Fishkëllimi e cari, nga larg po m'vjen. As pak ngrohtësi në shpirtin tim nuk po m'lën. Me zemër ndjej këtë ftoftësi. Se ndjenjet e shpirtit tim janë aty ku gjendet Erna ti, aty ku gjendesh Erna ti. Sa të afërta jemi fizikisht, sa larg jemi me ty, sa shpesh të rënd me mban shpirtin. Këtë askush nuk e di. Askush nuk e di. Përshëndetje edhe për Fazili Jonuzin nga Mieluza, Francës, një përshëndetje për Burbuse Fetahin, gjithashtu na ka përshëndetur edhe Sabile Sadiku, përshëndetje Agim Gashi, shumë respekt, faleminderit, gjithashtu respekt. Peu importe si vous ne prérincez ou ne prélavez pas. Ishte një publicitet që në ndërpreju këtë serenadë bukur, shpresoj që do vazhdojmë.
Të nderuar dëgjuese, të dashur adhurues së fjalës së bukur artistike, të nderuar poet, krijues, kudo që jeni, ju pres juve të kontaktoni nëpërmes Viberit në +33 780 545 835 për të na sjellur vargjet tuaja nëpërmes valve Radio Vlera. Këtu është vendi ku vlerësohen vlerat. Mos kurroni dhe na kontaktoni. Dashurën sot dhe fola me të si kur ta kisha pranë. Ajo me zëri me saj ku vendonte dhe flokët e gjata i shkisni më njanë. Dhe fola me të për gjitha to gjëra se kishim kohë që s'ishim pa. Të reja të vjetra i tham të tëra sepse edhe malli shumë na kish zënë. Ku shkoj gjitha jo dashuri, gjitha të fjallë të ëmbla ku shkuan, shikimet e zgjarta ku janë, ku van, po ku në zvend u harruan. Ku shkoj gjitha jo dashuri, gjitha të fjallë të ëmbla ku shkuan, shikimet e zgjarta ku janë, ku van, po ku në zvend u harruan. Kërceva me të deri natën vonë, ajo nuse e unë dhender dhe jo se lëshova nga kratë mia, deri sa mbaroj e bukura ëndër. Kërceva me të deri natën vonë, ajo nuse e unë dhender dhe jo se lëshova nga kratë mia, deri sa mbaroj e bukura ëndër. Ku shkoj gjitha jo dashuri, gjitha të fjallë të ëmbla ku shkuan, shikimet e zgjarta ku janë, ku van, po ku në zvend u harruan. Përshëndetje dhe për mirësime Muqiqin që është në ne, po ashtu një përshëndetje edhe për Selvete Bajramin dhe Lilian Hasanën, gjithë ju që jeni me ne, kudo që jeni dhe nga do që na ndiqni në gjitha format ku shkon Radio Vlera, ju përshëndes ngrëcisht, duke shpresuar që po kaloni dhe do kalojmë bukur edhe në vazhdim. Se do t'vi, ata sytë e bukur mos i mbush me lot. Mos kujto se jeta jo s'ka dashuri, se një natë vet me jo nuk e haroj. Natën në dritare, ritmë se do t'vi, ata sytë e bukur mos i mbush me lot. Mos kujto se jeta jo s'ka dashuri, se një natë vet me jo nuk e haroj. Dhe unë sa do larg që të jem, drejteje do t'vi me njëherë, në kratë e mi do të marrë, dhe sytë do t'i puth plot me marrë. Se sa ti dua, ti dua, ti dua ta sy, nuk dua ditën dhe hënën që vezullon lartë. Do shkojmë me disa vargje.
shkojmë në vazhdim me poezitë e poetës Kimete Krasniqi, të cilën falenderoj shumë për bashkëpunimin dhe shpresoj që do të dëgjohen. Unë pranë teje jam. Më ndëgjo moj bia ime, ti për mua mos mbaj mall. Unë pranë teje jam gjithmonë si atëherë kur isha gjallë. Këtu endem si me krah, bluzën e tokës e kam veshur. Fluturoj lehtë mbi ato re, të mbroj ty si një ëngjëll. Vdekja nevës na ka ndarë, as kujdesin se ka zbehur. Pranë teje jam në çdo qast, në çdo lot e në çdo të qeshur. Derisa ti më ke kujtuar, di e bi se kur s'kam vekur, se ti mua më mban gjallë, emrin tim duke përmendur. Të dua fort edhe nga lart, baba yt jam edhe në qiell, e ujis e mbaj të freskët, dashurin që ti e mbjell. Unë të pres në mes yjesh, të ndriqoj e të bëj dritë, do të pres këtu gjithmonë, derisa të vish një ditë. Ah, jetë. Ah, jetë o jetë. Herë më vjen e rënd, herë më vjen e lehtë. Herë më vjen si puhiz që më sjell freski, herë më vjen si mjegull një verbon këta sy. E kur me re të zeza e mbulon atë qiell, më sjell shumë të ftohtë kur më ndal atë diell. Ah, jetë o jetë, përse je kaq e vështirë? Askush në këtë botë nuk don të sheh mirë. E dallgët e tua shpesh më bëjnë të mërzitem, gurët që mi hedhin nuk më lën të ngritem. Kur ndjehem e lodhur, e shoh sa kam gabuar, shumë njerëzve në këtë botë me shpirtu kam besuar. E mbes në dilema si duhet veproj, mos t'i zjas kujdorën, apo prap ta ndihmoj. Kësaj formulet vështirë nuk mund t'i gjej zgjidhje, mendimeve të turbullta fundi nuk u vije. Ah, jetë o jetë, sa herë më ngushton, kur me njerëz të lig rrugët mi ngatron. Eci si e humbur, me kokën rënduar, e gabimet e mia më bëjnë për të mësuar. Se ata që i ke dashur, atyre që u ke besuar, në kohët më të vështira, gjithë të ligj janë treguar. I ndoqëm këto vargjet bukura, ne përgëzojmë poetën e nderuar Kimete Krasniqi, falenderoj shumë për bashkëpunimin dhe vërtet ju që s'keni mundësitë na thjesni drejt për drejt, mund të recitoni në telefonin dhe të na i përcjellni. Me kënaqësi do i nxjerrim në valët e Radio Vlera. Vërtet poezi shumë ndjeshme, poezi shumë bukura, por edhe një recitim brillant nga autoria dhe poetja Kimete Krasniqi. Ju urojmë sukses edhe në të ardhmen dhe ju uroj një mbrëmje të bukur edhe në vazhdim. Një përshëndetje për Halil Tmovën. Po ashtu përshëndesim edhe avokatën e respektuar Angelina Lala, që është me ne, një përshëndetje për Zana Kashin, po ashtu dhe gjithë juve që po qëndroni me Radio Vlera. Milus juve që jeni duke na ndjekur në live stream, ta bëni shpërndarjen e emisionit, njërë që të na bashkangjiten sa më shumë adhurues të fjalës së bukur e të shkruar artistike. Nga shpirtin duke qarë atë, e kam vetëm shoqe.
muar shoqerin, moj vajsun do ta dua, se pa shoqeri më duket vetja si vetmuar. Atë e kam vetëm shoqe, mos u bëj gjeloze. Atë e kam vetëm shoqe, mos u bëj gjeloze. U rikthyeme pas kësaj këngë të bukur, kësaj serenade korçare, dhe jemi drejtë për drejtë në Radio Vlera në emisionin e rregullt letëror Pesha e Fjalës. Shpresoj që jeni duke kaluar bukur edhe ju dhe uroj të kalojmë bukur edhe në vazhdim me emisionin Pesha e Fjalës. Andaj ju pres për bashkëpunim, ju pres të nderuar krijuese, të nderuar miq dhe miq kudo që jeni, për të na sjellur vargjet tuaja të bukura, për të na sjellur emocionet tuaja nëpërmes volëve të Radio Vlera. Një përshëndetje edhe për profesorin, krijuesen, mikun Ali Sulejmanit, përshëndetje, shëndet e respekt për ju dhe dëgjuesit, faleminderit shumë. E miku im Ali, po ashtu edhe Kimete Krasniqi, poetja, thot faleminderit shumë miku agim që po gjeni vend për poezitë e mia. Gjithnjë dhe me kënaqësi e të falenderoj edhe ty për bashkëpunimin. Do të kenë vend dhe këtu është vendi, thash edhe më herët, që e promovohen vlerat e vërteta e gjithë shqiptare. Andaj mos hezitoni, bashkëpunoni dhe në sjellni nëpërmes Viberit të radios në +33 780 545 835. Vazhdim do i sjell disa vargje të mia nga disa poezit mia nga libri im Fjalë më rënje, i botuar në 2018. Përshëndetje edhe për Natashën, që na dëgjon gjithmonë, na ndjek nga vendi i punës, i urojmë punë të mbar dhe sa më pak e lodhje disponim të këndshëm për aq sa ka mundësi të na përcjell. Poezia në vazhdim, pra nga libri im Fjalë më rënje, është Kush jemi ne. Fatkeqësisht, pra kjo poezi dikon është krijuar para 15 vitesh, më shumë, dhe fatkeqësisht ende është në, do të thotë, aktuale. Kush jemi ne? I shkruaj këto vargje i mllëfosur, shpirt e zemër i sakatosur. Ne ndër shekuj ishim panda, qenç për ujkun, ujkë për vlla. E kanë thënë të vjetrit drejt, liqin e shkyn, pyka e vet. Ka pastaj një plak i mirë, e kem vështirë të jetojmë të lirë. Se jemi mësuar në robëri, me nënajt gjëraqina mbi kry. Kur një vlla del i parë, ne shpallim vetë altar. Me ndërskaunca nga tresa, jashtrim rrugën me pengesa. Andaj kam dro dhe frikë, larg jemi të dalim dritë. Se si po shihet jemi hala, qenç për ujkun, ujk për vlla. Për ata dy sytë e bukur
Gjithnjë nga libri janë në rënjë, libri im pra, do shkoj edhe me një anekdotë që e kam kthyer në vargje, pra jam inspiruar nga ajo anekdotë. Humanisti e lypsari. Për në ndërhyn këto publicitete ka pak më na prengojnë, po besoj që do zgjidhem edhe këtë problem në emisione tjera, sepse vërtet janë këto serenadat bukura që jeni duke ndjekur dhe do ndjekim edhe gjatë çdo emisioni sonte. Humanisti e lypsari. Për çdo ditë një njeri i mirë e humanitar, me nga një monedhë ndihmonte një lypsar. Por një ditë nuk i dha gjë, edhe pse kaloi aty pari, ndoshta nuk me pa, tha me vete lypsari. Po kështu vazhdoi të dytën e të tretën ditë. Sot s'do me shpëtosh, ndaj i dolin brit. Që 3 ditë kalon pranë meje, o njeri i mirë, humanitar, parat nuk mi falë, ndoshta s'me keni parë, të kam parë vlla, po njëherë s'kam mundësi, po me duhen për vete, po më duhen për fëmi. Do të ndihmoj prap, të betohen në tokë, po ndërtoj shtëpi se s'kam kujmë mbi kokë. E ju, shfryu lypsari, po ti qenë ke faqezi, me parate mia, paske nisë dhe shtëpi. Në ka shkruar edhe dëgjuesja e rregullt, vërtet ndër më të rregullt, thot Mire Aliu, thot në valet e ajrit një emër që flet kur fjala preshon dhe shpirti i qet. Nuk është thjesht zhurmë, as tingull i kot. Është Radio Vlera që ndaj në këtë botë. Nga këngët e bukura e lajmet me pesh, me ju çdo minutë ka tjetër kuptim, ju jeni e vërteta, ju jeni frymëzim. Faleminderit shumë për këtë fjalë të bukura, për këtë vargje të bukura, thot Mire Aliu. Respekt. Kur më shikon, më buzqesh, e imja je. Do shkojmë edhe me disa poezi nga libri im që kam tashmë në dorë këtu, një bashkohore. Një nana në djep të lehtë, i bafsh nanës deputet. Me marrë pare për lezet, në kuvend me shku me fjetë. Një nana në djep prej plepit, ti u bëfsh menaxher i kekut. Menaxher që shëtit me kërë, e Kosovën e lënter. Nina nana është pranvera, ti punofsh ku ja u dhanë të ndera. Ku lun parja sa her qelet dera, e korrupcion të art era. Për gjithmonë, se do t'i dua, ato dy sy qka t'i dash fali mua. Në ka shkruar edhe Agim Zeqiri nga Kanadaja, për shëndetje për ty Agim Gashi, si edhe gjithë dëgjuesit kudo që janë, respekt për të tanë kaloni bukur,
faleminderit shumë. Na ka përshëndetë edhe për Buqe Fetoj, përshëndetje zotëri Agim. Faleminderit Buqe dhe ne të përshëndesim dhe të urojmë qaste dhe bukura në vazhdim. Se ti thellë në zemër, vasho më ke hy, mos për kokën tënde, mos më mbaj mëri. Se ti thellë në zemër, vasho më ke hy, mos për kokën tënde, mos më mbaj mëri. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua, ato dy sy qka ti da shpalmi mua. Për një mjek. Rrogë merë në shtëpitë shëndetit. Punon në ordinancë private. Mbi fatkeqësitë e pacientëve po ngrit edhe pallate. Humanizëm nuk ka në zemër. Ai vrapon veç pas profitit. Nuk e di zbetim ka dhënë Hipokratit apo Hipokritit. Nga mbrapa në ndiqte mandolina, këndonin të tre, por si bilbilat. Dhe vajza dritare i hapnin nga dal, digjonin kitar e mandolina. E përshëndesim në vërtetë Fatmira Aliu thotë, poezi që e përshtatet në realitetit Kosovës. Fatkeqësisht tash Fatmire këtu i kam shkruar dikun para 15 vitesh, më herët dikun para 20 vitesh gati. Po në 2011 ka dalë libri, do të thotë të botuara në libër janë që 15 vjet dhe fatkeqësisht janë shumë aktuale ende. Më shkruan edhe Natasha, respekt për juve. Limgashi për interpretimin e ngrohtë të poezive tuaja. Faleminderit shumë. E Fatmira Aliu thotë ka dhënë me siguri betimin e Hipokritit. Faleminderit. Dritaren hapje ti për mua, një fjalë të thosha ti doje, në gjunja ti bie atëherë. Do i sjellim edhe dy interpretimet e Mikës Mirime Çadiku në vazhdim që ne ka sjell. Të shohim ajën me muzikë, me siguri ajo zakonisht të sjell me muzikë, kështu që do të ndalim këngën. Besoj që do të na dëgjojnë. Sa shumë.
Sa shumë të ngushtuam, moj dashuri, të bëm të vogël fare, të paketuam pas bukurime, të veshëm një robë të bukur për të grisur, të vum kuror me zemra, por nuk i lidhëm dot mjaftueshëm. Rrugës u ndan, u këputën, kërkuam të kishim të drejtë dhe jo të ishim të lumtur. Dhe kjo e zbehu me gjinë tënde, i hoqi dritën, e la të ikte në terë. Kur errat e grindjes filluan të shtohen dhe bryma e ftohjes mbi shpirt kishte nisur, në qyrg të vetmis përpiqen të ngrohen. Aty pranë dritares, te xhami i krisur. Erat si erërat shtyn e ullërin, të hyn brënda xhamit, nga xhami i krisur. Nga grahma e ndarjes nuk mundem të shkrij, se fryma e dëshirës të vdes ka nisur. Atë që unë kisha e ndjej se po ikën, dhe ikja si ikjet gjithnjë e vështirë. Nga mbrapa len hien dhe dritat që fiken, si yjet që shuhen në mëngjes në të kthirë. Dhe fiku të fikeni, dhe unë, edhe ti. Pas nesh le të shuhen me qindra kujtime, dhe lëre të hyj furtuna e ngrirë, nga xhami i thyer i dritares time. Nga xhami i thyer i dritares time. Autor Munir Hoxha. Kur qa nuse, kur qa plak, veç rini do t'ket për ty. Kënga ime serenat, malim loti në sy. Ti shko merr një mandolinë, unë mur kam një gitar. Kur s'këndon për dashurin, mos i thot vetës korça. Jemi drejt për drejtë në Radio Vlera në emisionin Letrar Pesha Fjales. Një përshëndetje edhe për të nderuarin Violeta Maksuti. E përshëndesim edhe kolegët e Radio Kalabris që janë me ne dhe gjithë juve që e po shoqëroheni me Radio Vlera. Nuk dia lexova këtë shkrim të Natashës, po më duket po kanë lexuar. Jo, ka thot përshëndetje, e ka përshëndet Fatmira Aliun, më duket. Sido që tjetë përshëndesim, në shoqërimin e është edhe poetja Selvia Klajqi Veliqi, cilën e përgëzoi për nxjerrjen e librit të saj
me poezi, duke uruar suksese dhe edhe shumë libra të tjerë. Gëzuar vendose, nderuar Selvia Kleqi Veliqi. Do shkojmë në vazhdim edhe me një poezi të bukur nga poetja Mirushe Musa, të cilën e kanë nxjerrë në ditën botërore të librit. Poezia titullohet Poeti dhe piktori. Në një kofsh me lule, ullur në një stol, bisedonin bashk një poet e një piktor. Unë, tha piktori, nuk shkruaj për ralla, lule të vyshkruaj i pikturoj gjalla. Piktori famshëm, unë jam këtej, kristalet e gurve i kthej në përlishenj. Unë jam poet që shkruaj me pak fjalë, por heroni të lasht i bej prap të gjallë, i shkruaj të bukures hirësis dhe fjales, për mes vargjeve i qel lullet e petales. Pikturat e mia do t'jetojnë për jetë mot, henën dhe diellin e piktur i bej shok, poeti madh jam e dua gjuhën e artit, lule dhe yje i bashkoj për mes vargut. Në fund, u pajtuan piktori dhe poeti, se piktura dhe poezia që të dyja janë në art në veti. E përgëzojmë poetën Mirushe, ju urojmë suksese në të ardhmen. Kur të pashe herën e parë, ndaj zemrën vendosa ta fal. Ty, o moj vajz, të lutem ti ndalu për mua. Të dua, ti qami të fjallë edhe mua. Të dua, pra e ati vajzo me mua. Pra e ati vajzo me mua. Të lutem ti ndalu për mua. Të dua, ti qami të fjallë edhe mua. Të dua, pra e ati vajzo me mua. Pra e ati vajzo me mua. Edhe njëherë përgëzojmë poetën Selvia Kleqi Veliqi, duke uruar suksese për zgjedhjen e librit të saj të parë, Shpirti im në vargje. Urojmë
edhe shumë shëndet dhe shumë libra të tjerë. Vetëm vazhdoni. Suksese. Të mësoj të fluturoj, male diku. Ëmbël do të këndoj kur të shikoj qelinkat blu. Do të kaloj fusha dhe dete që s'kan barim, që s'kan barim. Dhe do të thot sa zemër t'madhe ka vendim. Përshëndetje edhe për mikun poetin Hasan Qishalla që është me ne, po ashtu në shoqërimin e është edhe një mike krijuese poete Nexha Reqica, cilën e përshëndes dhe i uroj suksese. Dhe në krimtari, disponim të kanë shumë vazhdim. Shpejt do të mësoj të fluturoj, mali diku. Ëmbël do të këndoj kur të shikoj qelinkat blu. Do ta mësoni, kjo shuroj. Shkojmë vazhdim me poeten Violeta Maliqi dhe poezinë e saj Fustani i zi. Kisha veshur dje fustanin e zi. Si një adoleshente vrapova drejti. Rruga me duke e gjatë sa malli i viteve për ty. Një kafe, një muhabet poetesh, një shikim dhe mjaftoj. Ti mos u shkurajo i dashur, pranvera po qel gjethe shpirti dhe mua prap një autobus urban do më sjell tek ti. Të tjerat veç unë dhe ti. Se dashurin s'ja kam treguar as vetasoj. Sigur të rënd në krah e ruaj, të fshet e mbaj. Merjani këngos bashk me mua. Violeta Maliqi, regjimi. Nisëm të gabonim pa kuptuar kur. Hapat e mi tërkasin qytet. Si një zog që ka harruar degen e vet. Telefoni hesht, por jo kujtesa. Të desha, si fëmia që nuk e di se plumbi vret. Dhe tani e kuptoj, dashuria nuk mbaron. Vetëm mbetet aty ku ne kërkojmë rrezimin. Çuni sa të vi një natë, por më zu
Në vazhdim, sjellim një poezi nga poeti dhe miku Ismet Tahiraj. Ditët paratazi. Vasha sa të bukura, sa flutrat e fushës e qytetit. Pak marrje të urta si thëllënjësat. Madje, ore belin e këputur, veç Mitrovica e ruan si sytë vetë. Të urta punëtore, jo ftyrë të ertë. E kur fyn të era, priti helm, e fafosi djeg edhe gazi, plumbi, mbajten ato të torturuar. Toksike, pamshirë, në tokë, në ajrë, në plepa, në blirët, mashtroj si një paj. Gjyshet rënkonin e bijet të tyre gjoksin me plurë zgafel. Po punën nuk e harroje. Belbaz e vëgjak. Kelbaz vëgjak që në gjanë. Lindin foshnje me pëllekut e helmit, me tutje mjekët, spitalet diçka arnojnë, apo të ikur askush nuk guxoj. Ditët praptazi e nuk harruan. Tek bliri I moshë më njohëm dhe besën e dhamun e ti, yjet në kup të qelit, si roje I kishim për her. Shkojmë me një poezi të Skënder Berishës, Do të doja. Do të doja sot të mos isha këtu. Për pak do të doja të mos shija gjë. Ditën tjetër të dhëmbjes që të vuaj thellësisht. Që ta ndjej si dhëmb e gërsisht si dhëmb. Si bluan dhëmbja për toke si të shëmb. Do të doja të mos isha sonte, të vuja nesër risht duke qeshur hidhërisht. Dua të vuaj njerëzisht. Në dhëmb natyrshëm, të bërtas, të klis. Dhe fjallën e thamun e ti, ja sot e dashur një tjetër, të puthet të mban ty në gjit. Ja sot e dashur një tjetër, të puthet të mban ty në gjit. E jo pran me je, ti edhe një herë
Shkurtë Berisha, libri. Si petale të rëndafili, i hap fletët një libri. Me nga dale qetë, i lexoj unë çdo fletë. E prek me dorë është letër. Shkronjat si relikt e vjetër. Është ushqim me shumë shije. Aromë dije. Është një urë të po fletë shumë, të rëmben, të lë pa gjumë. E ke pramë, nuk e frikë. Është me mirë i mikë. As njëherë vetëm s'të le, të shëqron deri sa fle. Erësira, kur të zësyp, është aty të të bëjtë të rritë. Si ujë në një gotë, të futë në një tjetër botë. Të largon të gjitha halët, si era që e fryen petalet. Një ditë 300 Napolona, të berberi do të shkoja. Flok të gjata me baluke të shkurtoja, dhe pastaj të dashuroja. Si kur t'kisha një ditë 300 Napolona, të berberi do të shkoja. Flok të gjata me baluke të shkurtoja, dhe pastaj të dashuroja. Korç, moj korç, qyteti bukur jeti, adio korç tek ti, unë do t'këthem përsëri. Korç, moj korç, qyteti bukur jeti, adio korç tek ti, unë do t'këthem përsëri. Ditë gjitem me shokët, lartë në bira korça, me stëmve tavolina. Shkoj me poetën Besa Enuzi Rexhepi. Vesh një jetë kemi. Të gjithë vesh një jetë na jepet. Dhe unë vesh të vërtetën e mbaj në fjalë. S'di të gënjej as jam mësuar, ndaj shpesh lëndohem kur e them ballë për ballë. Besimin e mbaj të Perëndia që shpresat e reja të me falë. Jeta një kofsh me lule hije, kur aromat të ndehen e gjembat të djegën nga dalë. Sot buzëqeshja më vjen letë, po brenda shpirtin e kam të razuar. Diçka u thyrë në heshtjen time, një dhëmbje fshet me ka përvëlluar. Të erdhe si drit e papritur dhe ike me la në vetmi, u tre të larë për te i mendimit si ëndër që s'kthehet me kur të kun. Kjo botë s'është për urrejtje, ndaj dashuria në mungon ka shumë, se zemra kërkon veç butësi, një preket ngrot, një fjalë si gjumë. Dua çdo rrahje zemre të ndjej, çdo qast si dhurat të jetoj, se jeta është frim që iken dhe çdo frymëmarrje më mëson të dashuroj.
shoqërin të pirë të bërtat. Veç një qëllim në jetë e kisha unë atëhere, një vajzë, një kitar dhe një shishe me verë. Sa shpejt kaloj rinia, s'na tha as lam të mirë. Ja erdhi pleqëria, jetën për të na nxirë. Se vajza, kitara dhe ajo shishe me verë, tani s'kam mbetur gjë tjetër, fotografi pa vlerë. Se vajza, kitara dhe ajo shishe me verë, tani s'kam mbetur gjë tjetër, fotografi pa Jemi drejt për drejtë në Radio Vlera në emisionin e rregullt letrar pesha fjalës, po shpresoj që edhe ju jeni duke kaluar bukur, të nderuar dëgjuese, të nderuar miqë. Edhe për disa çaste do jem bashkarisht me ju, të shohim a kemi ndonjë poezi që na ka sjell dikush në messengerin e radios apo jo. Shkojmë me poetën Valbona Ahmeti në vazhdim dhe me disa poezi nga kjo autore. Rënjët e plagës. Për të shëruar zbrita me kujdes deri tek rënjët e plagës. Jalambla le të pushoj dhëmbjen, lëdhatoje butësisht me sy trupin e lënduar, lotin e qerpikut ktheje në bul vese. Bigjetën e zbet deri të buzëqeshin të dy. Udhët e jetës. Udhët e jetës duam të kemi. Plot ndryshim, mesine që ndisim me ngjyra i beri, dashurim e thurim me fijet e diellit. Gjatë udhëtimit ndodhe thumbuhemi nga ata që i zgjodhen. Vret ndjenja zhgënimit, mësojmë, gërmojmë, prap një shteg e qenë. Monolog në thori. Gërsheti saj mbi kraharor i shprishej, lartë në bjeshk fryn të herë. Gjoks i ti hapej si angjëll mbrojtës, dhime i acart kthehen verë. Syt e natës zun bengjum, shtati holl strukej në të ngrotin gji. Yjet rebel nuk ndjenin shumë, yje zonin vetëm dy palë sy. Dhe kurendrat otonin qieve, buzët ndjenin afsh të prusht. Kambane natës vris të heshtjen, qaste që jetonin qindra bot. Në të të vona çfarë kuptuan, si funi dashurie që jeton tutje, gjithçka pan e nuk e than, mbeti monolog në thurje.
Tër të them je lule, ti je më e bukur. Të them je gonqe, të humbas freskin. Të them je lule, ti je më e bukur. Të them je gonqe, të humbas freskin. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua ato dy sy qka t'i da që falni mua. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua për gjithmonë. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua ato dy sy qka t'i da që falni mua. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua për gjithmonë. Se ti thell në zemër, vasho më ke hyrë. Mos për kokën tënde, mos më mbaj më ri. Se ti thell në zemër, vasho më ke hyrë. Mos për kokën tënde, Mos më mbaj më ri. se do t'i dua, t'i dua, t'i dua Ato dy sy qka ti da që falni mua. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua për gjithmonë. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua ato dy sy qka ti da që falni mua. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua për gjithmonë. Kur t'kisha një dit reqin Apolona, të berberi do të shkoja. Flokët e gjata me baluke t'i shkurtoja, dhe pastaj të dashuroja. Si kur t'kisha një dit reqin Apolona, të berberi do të shkoja. Flokët e gjata me baluke t'i shkurtoja, dhe pastaj të dashuroja. Korç, moj korç, qyteti bukur jeti. Adio korç, tek ti unë do t'kthem përsëri. Korç, moj korç, qyteti bukur jeti. Adio korç, tek ti unë do t'kthem përsëri. Do të ndjekim në vazhdim një poezi nga poetja Liliana Sana nga Italia, që na ka sjellur të interpretuar me siguri nga ajo vetë. Shpresoj që do dëgjohet bukur. Ты лоба, границы твою, и что nga ditë të fine, zbejta shkallë drejti, Vetëm në njerë do ta kthejmë se më duket zëri është i ulët. Shpresoj vetëm pak do ta kthejmë edhe një herë këtë poezi. Besoj që do dëgjohet. nga netët pa gjuhë, trishtuar nga ditëve të mije, i zbrita shkallën drejti, dhe vetja më duke si hi. Ti vije me dritë në sy, puthe në faqe me malë, nisha ashpran me ty, më duk se në ndanë të një malë. Ti kërkoje në sytë një lexoje, qërpikët ullin në dalë, pa dashu qërpikët shkundë,
dy lotë të pastër kristall. Nuk desha që lotët t'i shihje, nuk desha as ti të më fshihje, papritur mes kënjeshtrës dhe të vërtetës, i shpalla luftë vetvetes. Dyshimi dhe ndjenja luftonin, mbi trupin e shpirtit gjithë plavë, ndërsa sytë drejt qiellit shikonin e përplasëshin në malin përballë. Si kuror e shetë mbi krye, qëndronte ai male lartë, di flokat më preken nga darët, dyshimi dhe ndjenja luftonin, di prapë pusishëm e madh, sytë tu të mitë kërkonin. Por një qast ndjenja unë poshtë, e verbuar nga hiri i ikjes, kërcënuar nga kurthi i britjes, në fjalë që shprehin dashuri, u dukën të gjitha ironi. Dyshimi dhe ndjenja luftonin, ironi dhe dashuri predikonin. Dyshimi mbi ndjenjën fitoi dhe mua nga ty më largoi. E përgëzojmë edhe poetën Liliana për këto vargje të bukura që ne ka sjell. Uroj suksese në krimtari gjithmonë. Një përshëndetje në shkon edhe për rapsodin Bedri Karaxha që është me ne. Mandaj në shoqërimin është edhe poetja Fitnete Bashota Krasniqi nga Austria, më duket, nëse s'ka bëj sot dhe ka pas ditëlindjen, i uroj në emër tim, në emër të stafit ditëlindjen, duke i uruar shëndet, lumturi dhe shumë ditëlindje tjera të lumtura. Na ka shkruar edhe miku poeti Fazli Ferrati, ju përgëzoj për emisionin Pesha Fjalës të Radio Vlerës, i përshëndes edhe gjithë dëgjuesit e saj, faleminderit, përshëndesim gjithmonë, respekt miku im Fazli dhe suksese në krimtari. Shoqërimi është edhe poetja dhe interpretuesja e vargjeve Mejreme Qeriku, cilën e përshëndes dhe pak më herët kanë shkuar edhe disa interpretime nga kjo krijuese dhe interpretuese shkëlqyeshme e vargjeve, e cila shkruan të t'ju uroj dhe ju përgëzoj për emisionin në Radio Vlera, përshëndetje dhe dëgjuesve, faleminderit gjithmonë për shëndetje. Shoqërimin është edhe poetja Leila Hoti, thot përshëndetje Radio Vlera, përshëndetje dhe gjithë dëgjuesve, faleminderit gjithashtu për shëndetje. Do të shkojmë tutje, në nderuari Naim Osmani thotë pa keq kuptim, a kem këtu këngë mu me personalisht shumë me penguin. S'kam qa me të vovëllaj, nëse të penguin a lezonin, nuk je pse të penguin. Janë këngë vërtet me vlera dhe besoj që dhe dëgjuesve i pëlqen të ke fundit çdo njeri ka shijen e vet. Shkojmë tutje, Mejreme Qeriku thotë në ke hapësirë mund të marrë të jem në përshën, gjithsesi mund të kontaktosh dhe të sjellësh ndonjë poezi, dhe pse jemi ka fundi emisionit, gjithsesi kemi ku dhe hapësirë mike nderuar Mejreme. Vetëm pak çaste ta hapi mikrofonin dëgjuesve dhe besoj që do të dëgjohemi. Përshëndetje edhe mirë se na erdhe mike Mejreme. Përshëndetje gjithë dhe mirë se vë gjeta zoti Agim, përshëndetje gjithë dëgjuesve të Radio Vlerës. Faleminderit. Mirë jemi, faleminderit shumë, po juve si ju kemi, si po kaloni? Mirë, faleminderit, mirë, shqyr zotit mirë. Na më vjen mirë shumë, po kemi diçka të reja ndaj si e keni situatën si është koha? Si vjetë po në vjen vera iq. Jo, a? Shi këtejna me. Shi dhe qamet ishte sot. Ne, që me bo. Të nash më gjatë, edhe jetë akshme ka dikun mirë, dikun keq, dikush më shëzetshëm, dikush i gëzuar. Ashtu. Kështu kalon edhe jeta. Po, unë e nëzora 2 poezi që me ke dërguar ma herët dhe kanë shkuar në fillim të emisionit, po nuk i dëgjova se nuk isha problem. Emisioni ngel këtu dhe besoj që mas emisionit mund të më dëgjoj. Falenderoj shumë. Dhe shpresoj që ne ke ndonjë poezi afër, jemi në peshën e fjalës dhe fjalën që ka qoftë se ka hapësirë,
Po, unë kam shumë, domethënë jam këtu sonde. Ti ke ardhur vonë tash ti, po në hapësirë ka, po jo s'do të rriu në gjithë natën. Atëherë për një 10-15 minuta mund të kemi hapësirë, për ndryshe unë jam prej orës 8, prej orës 20 këtë. Faleminderit shumë që jemi ne, mund të vazhdosh me ndonjë poezi që ke afër atë. Aq sa brenda mundësive dhe hapësirës që kemi. Atëherë, unë shkoj te autorja Jonë Mirnjohur, Margarita Lapushi Zeneli, Zinxhirët e dashurisë. A dëgjohej mirë? Po shumë bukur dëgjohesh, veçornë. Mirë. Unë e kisha shku me muzikë, po kam frikë që ta të pengon edhe ta noli, ndoshta do të provoj unë. Edhe vazhdo. Si të duash, po. Dashuria më mbështolli me zinxhir të padukshëm, të butë si më ndafsh, por të fortë, si hekuri i prangave. I ndjeva rreth shpirtit, një lak i ëmbël, mes lirisë dhe robërisë, mes ëndrës dhe hunerës. Ishe ti, farkëtari im, fjalët e tua, hallka të florinta, prekja jote një dryni pa hapur, sytë tu, lufta ime e humbur. A është dashuria burg apo mbretëri? Zinxhiret që më mbajnë peng, apo krah që s'më lën të bie? Çlirimi më tremb, qëndrimi më djeg. Por unë zgjedh zjarrin, zgjedh prangat e tua. Më mirë një rob i dashurisë se një mbret në vetmi. Faleminderit shumë, po. Shkoj prap po tek Margarita, vargu që flet. E mora penën, një xhep e fsheha, një ndjenjë, një fjalë, më lata shkruaja. Nuk isha boj, as flet, nuk gjeta. Nga frika e botës stepesha, e vuaja. Me petale lulesh mbi lëkurës shkrova, veç dielli më pa e qeshte në zë. Kur era fryu petale do të s'mblodha, vargu tret, s'mbeti asgjë. Mbi baltën e njomca gërma formova, në natën e errët ku s'kishte as hën. Si çupëlinë e agimit vrapova, fshirishin fjalët nga vesa e rënë. Një basmë të bardhë nënës ja mora, ngelur nga këmishat që nëna i qepte. Ngjyrat e jetës nga gjaku i vodha, dhe fshehur pas librave, i mora me vete. Një ëndër me ngut në të shpejtë e thura, të dukej si vull, si një firmë me shkruar. Poshtë në të majt ku një zemër vura, si një letër ajo u gris, fiks në të mbaruar. Ishte dhe kjo pra, nga autorja jonë Margarita. Faleminderit shumë, unë kisha në zërin për më dëgju më bukur ti. Përgëzojmë edhe poeten Margarita dhe urojmë suksese në krijimtari. Faleminderit. Nuk kam hapësirë, nuk ka problem. Mund të vazhdosh, edhe mund të thash edhe një 10 minuta kemi ku
Në atë që kur më thuaj. Nora, s'është problem, mos shqetëso ti, vazhdo lirisht, unë tregoj vetë. Faleminderit. Mirë. Veç vazhdo. Shkoj te autori Bledi Ylli tani. Nuk jam Hamlet. I fryje se ndes dot. Zjarrin e moqën mbushur të dua. Ai që shpirtin më djeg dhe sot. Për fat të keq djeg vetëm mua. Ç'mund të presësh nga një djegur? Me shpirtin shkrumbe zemrën hi. Edhe premtime tashmë janë tretur. Ufshin dhe gjurmë që le di. Sa njerëz mban kjo botë e madhe, edhe një zemër mund t'i mbaj. Por sa njerëz e kanë zemrën gur, pa ndjenja brenda saj. Kujt i hesht, e kujt i flas, këtë nat e andej shi. Gjejmë diçka të mund të të vras, e ndër hapa të të bëj hi. Këtë shiu më lag fytyrën, andej sy të shohin s'kan. S'jam Hamlet të gjej mënyrën, të vras ndjenjat që më vran. Lumt, falendereshëm që na solla kaq bukur këtë poezi e vazhdoni lirisht. Son po e mbylli mikrofonin, s'po dua të pengoj, mos u shqetëso, po dëgjova shumë bukur, veç vazhdo. Faleminderit. Vazhdoj po të Bledi Ylli, kur marr penën. Në vargun tim ti hyre vet, e duke hyrë bërë dhe vend. Tani që të letë qetë, nxirr nga unë gjithë unin tënd. Më joshe qetë, pa e kuptuar, si narkoza kur hyn në gjak, e kur gjumi të merr shtruar, çrën si ka, nuk ishte shkak. Kur marr penën, ti bëhesh letër, dhe nis gërvisht mbi trupin tënd. E të përshkoj çdo milimetër, e pa të shkruar nuk të lëvënd. E në uzgjofsha nga gjumi yt, ti prap të t'jesh në shpirtin tim. Ikon, kur hapen mbyllën syt, do t'jesh ti, pa diskutim. Me duar më shtrëngon në fyt, edhe me buzët, me jep frym. Ishte e ku pra Bledi Ylli. Tani kam në dorë libri me Miguel Flor, Laura, Plagët e heshtjes. Dhe jam pikërisht e poezia Mirënjohja. Mirënjohja është lullësim shpirti. Mirënjohja është dritë që shohet. Zemra e atij që nuk harron. Suksesi s'është froni vetmuar, por rrugë që ndriçohet nga shumë shpirtra. Askush s'është asgjë vetëm. Çdo hap mbar gjurmë të tjetrit. Një fjalë, një dorë, një besim i dhënë, u bën ura për të mos u rrëzuar. Kush ngjitet lart e s'harroj rrenjët, jeton me dinjitet dhe shpirt të madh. Se pa mirënjohje, fitoret janë bosh. Mal pa gjelbërim, qiell pa diell. Mirënjohja është gjua e shpirtit, që thot me zë të butë të pastër,
nuk janë vetëm. Kur s'janë vetëm, dritat mbi mua janë pasqyrë e tyre. Po të autorja Miguel Flor, kam zgjedhur poezinë Shkëlqimi i plagëve të mia. Unë si jam vetëm, universin ma ke sjell pranë, si një mandel që e lor mbi supet e mia, që më mbron nga cari i botës, nga vetmia që kërcet në shpirt. Ke vën angjit më shërbejnë, të më prekin me duar drita, të më flasin me gjuhën e paqes, të më tregojnë se plagët janë porta ku hyn drita, jo thyerje që më rrezon. Dhe ti, në heshtje shijon shkëlqimin e syve të mi, të mbushur me plagë me lot, por edhe me zjarrin që nuk shuhet kur, sepse çdo dhimbje e puthur prej kohës bëhet kristal që rrezaton më shumë. Më shkurt, unë s'jam vetëm kur ti je aty. Është një nga poezi, po autorja ma e ka sjell pak me përmbledhje më të shkurtër. Atëherë, unë shkoj te poezia ime bëhet natën, më thot autorja Miguel Flor. Poezia ime bëhet natën, kur heshtja mban frymën, e yjet më shkruajnë në pëllëmbë sekretet që drita si zbulon. Me sytë e bufit vëzhgoj errësirën, çdo deg, çdo hije, çdo dridhje zemre, dhe je aty fjalë që digjen nga dalë, si qirin në altarët e shpirtit. Por në mëngjes, ajo lind sërish, me sy të shqiponjës, plot dritë, shpaloset si flutur mbi duart e tua, dhe fluturon në qellin e syve të mi. Romanca e saj është frymëmarrje, një përshpëritje zjarrt ndër buzë, një puthje e padukshme që shënon zemrën e ditës. Poezia ime bëhet natën, por rron për ty ditën, sepse vetëm në ty gjen stre, dhe vetëm në dashurinë tënde gjen kuptimin e saj të përjetshëm. Dhe ishte kjo Miguel Flor. Ne përgëzojmë edhe aktorin edhe po mendoj autorin edhe juve. Faleminderit shumë. Miqë nderuar Mereme. Besoj që për sonte di që ki dëshirante, por do të mjaftonin sepse kam edhe një poezi që në mundem edhe një të vockël. Hajde, urdhëro edhe këtë, po edhe mandej do të sjell një poezi që Kaku na ka dërguar një poete dhe dalë të përmbyllim. Mund ta ndërpres, Jo, vazhdo edhe një poezi lirisht, vazhdo. Okej. Atëherë në shkoj të autorja Aja Poezie. Kam me të dashtë, edhe për të i thembjes, kam me të dashtë. Atëherë kur mbi ty furishën të zules durit, kam me pas dritë, prapë se montane. Kam me dashtë pra, si një ashtujan dashurit. Kam me dashtë kur gjithë kanë me të harru, kur mbi portën tane të mos trokas njëri. Bashk dhimbje skena mjë dorëzu,
e martë e mira, se një ashtu janë dashurit. Në terën e ditës tane, dritë ka me të pru. Buzëqishje tamël ka me derdhë sy. Krahërorin tem gjatë ke me pushu. Ka me dasht pra, se një ashtu janë dashurit. Ajo poezia. Atëherë faleminderit shumë për hapësirën, ju jam shumë rinjose dhe falenderoj dhe dëgjuesit që janë kaq të mrekullueshëm të Radio Vlerës. Faleminderit shumë Natasha, thotë vetëm pak, po më dëgjon. Natasha thotë respekt për ju Mere Meceriku për vargjet e bukura dhe interpretim të ngrohtë, kënaqësi të dëgjosh poezitë tuaja. Faleminderit. Faleminderit, mirënjohëse. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ju, miq e nderuar. Përshëndes edhe unë të uroj një mbrëmje të bukur. Falenderoj që bëre pjesë e misionit. Faleminderit, kënaqësi që isha midis jush. Natën e mirë. Natën e gjithë mirat. E kalo sa më bukur. Faleminderit shumë. Ishte me një interpretuesja, krijuesja Mere Meceriku, që ne falenderojmë dhe i urojmë një mbrëmje të bukur edhe në vazhdim me Radio Vlera. Të dashur dëgjues, jemi gati në fund të emisionit, por ne do shkojmë edhe me një poezi që na ka sjellur poetja Liliana Sana nga Italia dhe dal nga dal do e përmbyllim edhe për sonte emisionin. Hapat e mia. Në rrugët e ëndrave të dikushme, eci sërish tani. Sytë më mbushën me lodh e rrugëllisën për tek ti. Imazhi yt më sjell ëndrën e trishtueme, para shumë të ngritur litarin e kujtimeve. Do të doja të shihja që sytë mos të ishin kaq të fikur, që përsërisi dikur të buzëqeshja e kur mëz do më shihje duke ikur. Pas xhamave të klubeve, konturohet imazhi yt dhe hiki me shpresën se diku do të jesh dhe përsërisi dikur diçka do të ndjesh. Që pallat shkundin lotin kur të kujtoj, shpirti mallkon botën kur ty të shikoj, ndërsa zemra mallkon fatin që nes në bashkoj. Faleminderit shumë, falenderojmë miken dhe poetën Liliana Sana për këto vargje të bukura, këtë interpretim shkëlqyeshëm që na solli në emisionin letrar pesha e fjalës. Një përshëndetje për Dafie Bytyqin, po ashtu dhe gjithë juve që po na ndihni këto momente. Do të përmbyllim dal nga dal emisionin me një këngë kushtuar Radio Vlerës nga Inteligjenca Artificiale, me të cilën ju përshëndes gjithëve që po qëndroni me ne. Shpresoj të kaloni bukur edhe në vazhdim. Kur bie nata, drita zbehen nga dalja, në zemrën dizet një valjo, sërit vjen si dritë me rësirë. Radio Vlera na mban të mirën. Edhe kur është ja bie mbi qytet, ti je aty nuk na vetëm. Çdo mbrëmje me ty, nuk jemi vetëm. Në valët e tua, gjema një botë tjetër, akin nga shizoj që në flet. Radio Vlera, zemrën në emblet. Nga shto qytet, nga shto shtëpi, të citë të dëgjojmë me dashuri, histori të rëjehen si një melodi. Na lidhim bashkë në harmoni, fjalët të ngrota, buzëk qeshje. Në ka falenderuar dhe Liliana Sana, falenderit nderuar gjem, ndërë, respekt gjithmonë, suksese, shëndet e gjithë mirat. Lilian. Nuk jemi vetëm, në valët
aty nuk na lë vetëm, çdo mbrëmje me ty, nuk jemi vetëm. Në valët e tua, shemën një botë tjetër. Të ndëruar dëgjuese, këtu po ndahemi me ju, me shpresë se keni kaluar bukur, duke i falendëruar për vëmendjen dhe duke uruar një natë bukur të qetë dhe duke ju mirëpritur nesër mbrëma nga ora 20. Bashkë miru dëgjofshim, natën e mirë të dashur bashkëndërtar. Na lidhëm bashkë në harmoni, fjalët e mbrota, buzë qeshje pa fund, na bëjnë më afër se kurrë. Çdo mbrëmje me ty, nuk jemi vetëm, në valët e tua, gjejmë gjë botë tjetër, halim nga shi, zëri që na vet, Radio Vlera.